Miqtë mi mirë dita, jemi në British Museum në Londër. Kemi ardhur sot këtu për të ndjekur nga afër ato që për cilat po flasim prej kohësh, që janë veprat e artit shqiptare që gjenden kudo tashmë në muzeumet e Evropës më të mëdhenj, që nga Luvri deri në atë të Shën Peterburgut, që nga i Beogradit deri tek ai i Athinës, por kryesisht këtu kemi arritur që të shohim sot tre vepra me të vërtetë të rëndësishme për historinë tonë dhe për artefaktet shqiptare, që është shpata e bronzit nga Shkodra, një shpatë me gjatësi 48 cm e shekullit të 13 para Krishtit. Pra imagjinojmë rëndësinë e saj. Pastaj kemi parë dhe një vepër tjetër të rëndësishme, 3500 vjeçare, që është listuar këtu në British Museum me titullin Vajza që vrapon. Pastaj kemi dhe statujen e Dianës prej bronzit përsëri të marrë nga Shqipëria. Për këto kanë dëshmuar qoftë Luigi Ugolini, qoftë Rej, i cili ka bërë dhe ato zbulimet e tija Leon Rej, dhe na ka treguar për këto tre vepra me të vërtetë të rëndësishme. Ky muze është një ndër më të rëndësishmit të botës, siç thash, i themeluar në vitin 1753 nga një doktor kërkues që ishte edhe mik i Isaac Newton. Pra kemi rreth 8 milion vepra artit që gjenden në këtë muzeum të rëndësishëm të Britanisë së Madhe, pra edhe një herë përsërish është British Museum, dhe pikërisht këtu gjenden këto tre vepra arti shqiptare mes të tjerave që janë shumë të rëndësishme për ne. Dhe vazhdojmë gjithmonë atë vazhdin asaj që kemi thënë, janë rreth 13.000 vepra arti të zhdukura nga Shqipëria që nga viti 1824 dhe deri në vitin 2025. Vetëm në vitin 1991 deri në vitin 1997 janë mbi 2300 vepra arti të zhdukura nga muzeumet tona shqiptare, pra të zhdukura dhe të fshehura kudo nëpër muzeumet, nëpër qoshet e muzeumeve në mbar botën. Pra jemi këtu për të demonstruar edhe një herë që këto tre vepra artit të një rëndësie jashtëzakonisht të madhe, shpresojmë që një ditë të kenë mundësinë që të bëjnë kthim në dheun tonë, pasi janë për kulturën tonë, për identitetin tonë, janë shumë të rëndësishme. Nga Britania Madhe, nga Londra, nga British Museum, nga ku pam veprat tona kaq të rëndësishme dhe nuk na u dha mundësia që të filmonim, por po ju përshëndesim këtu dhe duke dhënë takim një herë tjetër në një tjetër muzeum që të shohim veprat e tjera të artit shqiptare që ndriçojnë këto muzeume dhe fatkeqësisht nuk gjenden në tokën që i ka prodhuar ato. Nga Londra, British Museum, Alban Kraj ju përshëndes.